Vuani nga sheqeri i lartë në gjak, ja si ta ulni atë në kushte shtëpie. Tërshëra është një ndër ushqimet më të shëndetshëm të tokës. Kokrat e saj janë tepër të pasura pa gluten dhe një burim i shkëlqyer i vitaminave, mineraleve, fibrave dhe antioksidantëve të rëndësishëm. Studiuesit tregojnë se tërshëra ka shumë përfitime shëndetësore. Këto përfshin humbjen e peshës, uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Diabeti tipi 2 është një sëmundje e zakonshme që karakterizohet nga niveli i sheqerit të ngritur në gjak. Zakonisht rezulton nga ulja e ndjeshme e insulinës hormonale. Tërshëra mund të ndihmojë në uljen e nivelit të sheqerit në gjak, veçanërisht te njerëzit që kanë mbipeshë ose diabet të tipit 2. Ajo gjithashtu mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Nëse doni të përfitoni edhe më shumë për organizmin tuaj dhe të mos keni luhati të sheqerit, bëni pjesë të dietave tuaja të përditshme tërshërën.